Dramat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 nuk kanë të ndalur dhe kjo për shkak të banorëve të cilët janë futur këtë vit. Për ata që nuk e dinë, në shtëpi janë dy konkurrent të emisionit përputhen, pra Casey dhe Stelina, të cilët duket se e kishin ndalur marrëdhënien e tyre gjatë emisionit për shkak të një femre tjetër, e cila quhet Ina. Nga ky moment, kur hyn të dy në shtëpi, Casey ka thënë që dëshiron shumë që të jetë me Stelinën dhe prajmin e kaluar i ka bërë një surprizë me një këngë duke kërcyer para mirave shqiptarëve. Megjithatë, Stelina ka refuzuar ta puthë duke thënë që duhet të kalojë dhe pak kohë me të pasi nuk i beson plotësisht. Dhe ajo bëri shumë mirë, pasi në hapjen e kutisë së Pandorës, një mirë që ju dha ishte të merrte vesh se çfarë ka bërë Casey këto ditë, dhe një video duke u puthur me një vajzë bjonde ju shfaq para syve, ndërkohë që e keqja e kutisë së Pandorës ishte pikërisht që Stelina të bëhej një banore apo një konkurrente e vetme, me banoren e re që do të hynte në shtëpi për një kohë të pacaktuar, dhe ashtu siç të gjithë menduan, banorja e re ishte pikërisht Ina, vajza bjonde që Casey kishte puthur pak para sa ditësh se të futej në Big Brother. Kjo gjë ka hapur shumë diskutime dhe Stelina ka filluar të keqar nga kjo, ndërkohë që disa nga vajzat e shtëpisë kanë mbajtur qendrim edhe nga Ina edhe nga Casey, duke mos i folur shumë atyre, ose edhe në momentin që kanë biseduar i kanë folur ashpër. Ndërkohë që Ina ironizon Stelinën, duke thënë që ajo vetëm qan, ajo është parë në shumë raste duke qarë në cepet e shtëpisë. Të gjitha komentet ndaj saj janë negative dhe thonë që në momentin që ajo ka hyrë mbrapa, e ka parë marrëdhënien që ka pasur Casey dhe Stelina, por ka vendosur t'ju aprish për herë të dytë. Ndërkohë që edhe Casey nuk arrin dot të mbajë njërën anë, por është afruar me të dyja vajzat, sidomos me Inën dhe kjo që ka bërë që Stelina të acarohet shumë dhe të largohet përfundimisht nga Casey. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.